Të kemi dhe telefonata, pa tjetër. Alo? Po, sa qenge këta, hurmër zotri. O, ju mi bet që herë të rovë që herë, po kur do ikni re? O, që na bleri re. Po shiko, ne në orën 8 mbyllim emisionin zakonisht, bezdisëm, ha? Oj, nuk e ka me ju, re, ju mi bet që herë, të kujtua dhe ne për emision, se na bet aroj malet, re, por ku ka i Gjermani fundit, e didi apo ju, e? Me 29. Po pse 29? Po sa? 28? Po pse 28? Po sa? 30. Ja, po 31. Jo, po ndeti dhe për vitri, deri me 12 me shqiptarët, pastaj në Gjermani me shtëpisë. Ore, gruaja ime thot që qysh vonuar, re. Ose i kanë thënë, po ftohtë o burr, edhe i çik se ku do shkosh. S'ka qenë ftohtë atëherë. Jo, re, jo, e benja të emisiona dy se këto puni di unë, re. Jam gimi unë, re. Nga fjerësiri bikseqe, re. E kanë daluar në rrugë, re. I kanë thënë, hajde pin got njeri, hajde pin got tjetri, dhe u bët tap Gjermani, re, se vetëm tira ka pira, je. Ka pina një rakia, je. Ja futi gjumit e bulla, o, sa unë bytari qash këj Balkazani që pjone. Po këte edhe ja ti në një pastro. gjumit e mullarit. O e do mlesh flasi mua, po ti kifare. Po ti po kollitër s'po flet. Po kollitër me se m'ke marrë ti mësyshe. Se nesër me, kur ka apsyt kjo e shkujtu dhe pas e ka pas rrug për të berere, se ishte në firë të shpia ime, e di gjyshi ime. Gimi e kishe emrin? Gzim, Gima Gush. Po, në rregull. E kanë 3 pasaporta, një belge, 2 shqiptare. Shumë mirë, shumë mirë. Tani, pak halle kemi ne të zihemi edhe për Gjermanin e fundit. Gjermani i fundit ka kohë që ka ikë, është martuar, ka bërë fëmijë, ka gjetë punë, e po ta pyesësh, po ti je gjallë, gjithmonë as ai vet nuk e mban mend kur ka ikë. Thotë, digjon. Ore, ku bezdizet je? Ule më kokën aty ose ik, ose ik. Gimi shartu me Castro Zizo. Na doli rrili fitit. Gim. Ne kemi 80 vjetë ca, e s'po e zgjidhim dot kuriku, do ta zgjidhësh ti me telefonat. Ore, e thash edhe unë, re. Ne kemi quar mira shqiptar në Gjermani re vetëm për këtë çështje. Me për ta zbuluar kuriku ky. Po problemi e dikush është miku im. Që ata mirë që kanë zbulu, po nuk po kthehen mere. Ik në Gjermani. Mos u kthe me, kupton diçka bërë. Shqiptari fut shejtanin shishe. Ku i shko mendja, domethënë? Ore më kërën autoritetin shpi për një Gjermanere, për një Deutsche Welle, qasha je, apo është ditar kjo Deutsche Welle. Jo, është media, po. Ore më thë, media je tjere, me kem astrotje. Ajde një refjesë dhe të regoj unë. Me thot quni mua, o bati qenë ke tap topin historiere. Ka vajt quni ka pjetur në shkollë, qunin pjet mua, unë pjet gruja komshia pjet shevi drejtori, unë zeva vare, re. I ka qere këtë punë se e di unë. Edhe ju mora juve t'ju pjesë e ti emision serioze, ti s'qesh kure. A i tjetëri qash, a i gazi, a i piru, a i qesh, a i qa bena i. E ke gjithë, a i vetëm rëgë, bënej. Detyroj mu se spina, do ike, amane nuk rrje, tu paga rezi pa ple, iku Gjermani këtu apo është akuma këtu ere. Me thënë drejto nuk i kam paca aty të pazajri, me bira e qofte. Po se di. Ore me jep një përgjigje se çati të mëtuni të re, se ka e se në nesër shkollë re. Po thuaj çuni që rëndësi ka që iku, haje bukën e rehate, mos u shqetëso se nuk të ndjek njëri nga mbrapa. Ç'ti thuash ti? Amane re, ore, thuaj dhe atje re. Thuaj dhe atje se këta vete për votime vinë këte ata. O, na falë, zotaj. Na erdi radha neve, na falni. O, na rregulloj këtë rrugën e re. Se ti tyroj mu tani nxje shpinë shitje. Do ike? Kë javë nuk rritu pa plera, pa gralizi, pa. Ike va ik në lejnë radha. Hajde, ciao. Hajde me të mirë.